mirë nëse ndonjëri ndodhet në situatën tënde. Siç ke qenë ti atëherë. Çfarë do t'i këshilloje ti? Çfarë duhet kishte kujdes edhe parasysh? Do i thosha vonicione, prapë se prapë. Bëj si ty, ë? Po, ç'është kjo? A ka nevoja i për një njeri që ka gruan e smur, e ka da maj shumë? Po. Se deri sa i des gruaja. Po, mera veti shpejt mas. Edhe parë ku, po mera, ka nevojë, se unë isha në minjerë, ka da majtë kishin nevojë për zmet, për punë. Po kur nuk shkojnë minjerë, për shumë ma gjatë tjetër e punë. Kush ka qenë puna më e vështirë që ke bërë avdi? Ajo e djegjes në Lanfield, në Itali, ajo ka qenë puna më e vështirë që ke bërë? Apo hapja e puseve? Me vështira më hapja puseve. Hapja e puseve, Unë kom rreziku jetën disa herë vetë atë në hapjet puseve. Po pse ke rreziku jetën? Të në pusat i hapshim me krah. E çdo gjë me mend kokës time, jo me ashtu. Ato puset i hapshim se nuk lejohen me krah njeriu. Po me makineri çdo gjë, unë i hapsha me krah. Edhe fillojsha hedhsha gypa betoni. Atje u desh ke mu siguru në krik. Më po ta krikin në hekuri, e u qpik kriki, ra puntoj prej atje, e mëra e ke bon salat gati, pas vdik. Kurse une, e bona krikin druni atër, druni ahe. Kështu e bona, e të sigurt, e vazhdojshë. Kom pik vetë prej kriki, mëra e dhe gatë kom atje, po që mëra aty kom pështuë. Po ndonjëherë thonë që kur hap pusin, ka gaz poshtë. Po, gjithmonë kur ka gaz, gazi jep shenjat për ujë. Do të me pas kujdes atë. Unë isha shumë i fort në helmimin sana. Se përdojsha spec, hudër këto. Se me konë në tjetër, me këta. Vaj jam ka metë e më gjekim hjek. Kurse une kisha dojmë shumë, kisha fort, zemën në më lëqita këto, e duresha gazin shumë. Po a hetojsha, po dalësha dikur vetë. Edhe dilje pastaj, të kap në herë, të ka rënë si të fikët poshtë në pus? Po. Të ka rënë të fikët në pus? Pak, po. Po i dalësha për parën, se... Po nuk të tërhoqi kush nga lartë? Po si ore kisha punëtor. I dhënë ke shenja të zi në tokë. U qaj ke hetë tokë, atë dhënë ke shenja zi, që atër dalë ke gazi, edhe kërcit ke. Vëj ki zhurë të keqe, gazi ka dalë ke. Pra naj, e lëmë që amu që cu, mu e rusë. Të dhanë dhe një lek italianët? Asnjë? Asnjë. As pronari të të vinte të t'jepte në një lek? Jo, iku pronari punë e zezë, iku ai. Mbyll kompania apo kompania vazhdoi hap? Jo, vazhdoi ke kompania, pa ai iku për problemet veta zgjidhkarne. Po sot e kësaj dite kompania është e hapme? Po, mbas ca viteve shkoi vajza e i denoncoje, hargjaj shumë vajza, ku është puna? Ku është puna u bë gjyqje? Sa para fitove? Apo asnjë? Do 2 milion. 2 milion lek? 2 milion euro, e 2 milion i muar avokatja, që e futa une, e 2 milion vajza, i takun, anë e kënej, e tha djali, ku në shoj djali këto, tha pse ke hap gjyq, tha, isha shku me avokat prej, këmoj, tha kisha ashtu, tha shjo. Pyta i avokat qështu, tha ja nuk takon, tha se i kon punë zecë. Me pa kon punë, pa. Më kishin cegu edhe pensionin. I pensioni jam... Nuk morë asnjë ndim për shumë për djegjet e tua, asnjë ndim për djegjet e tua? Parë. Gjitha ishin parat e xhepit? Gjitha parat e xhepit. Vajza mbas asaj ngjarjes vazhdoi më punë aty? Apo u largua? Ja, vajza nuk vazhdojnë ata punë, ajo u marrë me dhe punë tjera, me pastrim mbarje, kështë në për pallate gjana tjera. Po dorezat i mbanë se t'janë djegur durët? Suni duroj, ndimën atë zerë. Vetëm kur ha buk, shpet e shpejt edhe më domi durej, shpet e shpejt e ha buk. I jek në buk. Edhe në të ndjumë, nuk më një durej fare. Durët. Se më domi një 2 me ilaq. Bukën e ha këtu të qëndra? Pa. Ha në shpijet të qenë këtë në drekë. Si ja kalon këto? Du me thënë drejtën shumë mirë, po ju marrë me vënes shumë. Ishtë artë me arë ma herë. Më herët? Po s'kom pas kohë. Bilet pak të në që 4 vite ishtë artë. Kë ke bërë mi këtë ngushtë këto? Do? Po, kë ke shok të ngushtë? Ato që lujtë bilarda, kam? Si quen? Nazmi. Nazmi unë, Lujtë bilarda gjithmonë që atje poshtë së nërëj. Nuk durej zhuar më dëtë. Krizëm nuk durej. Akoma ha spec djekës? Ha, specin e djekë të vogër e ke pa. Tani me po atje ha, edhe që më shedi si të fare. E kush tjetër nuk më në halë.
Tjetër, me kë shkon mirë këtu? Ti edhe vetë, ke dhe gruan apo je vetëm këtu? Ja, kam gruan. Ke dhe gruan, ë? Me gjithë nuk kam, me gjithë i respektojnë, pa mas, po shërbimit, as nana, as baba, nuk punojnë më mirë kush, shërbimit. Dere drejtojnë në këto, dhe i këta, si ja këta, mori ngrik sikur vane vetë. Të duan shumë? Po. Se mos me thua nga që jenë kamer me mua. Ja, ja, ishe i thilin dhe gjonat, ku do të shkoj, do të marrin e nojnë këtë zani. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.